Hoxhë, çdo të thosh të jesh i pasur dhe çdo të thotë të jesh i varfër. Të jesh i pasur në peshojën e Islamit, në kandarin e Islamit, kështu duhet me kuptu sunullah. Allahu thot në Kur'an, Wallahu l-ghaniju wa antumu l-fuqara. Allahu është i pasur. Antumu l-fuqara. Ju jeni nevojtar. Po sot der ta përkthejmë, e kemi edhe fjale jonë. Allahu është i pasur, ju jeni fukara. Që do me thonë, ju jeni nevojtar. Po sikur ta marrëmi edhe pjesën vazhduese të ajetit, Allahu thot, wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum. Që do thot, nëse Allahu është i pasur, ju jeni nevojtar, por ju nëse jeni shpërfillës, ja ktheni shpinën Kuranit, Allahu ju zaventson me të tjerë. Kjo pjesë e fundit, Allahu ju zaventson me të tjerë, është goxha serioze dhe rrezikshme. Dhe besimtari duhet të jetë çdo herë i vëmendshëm. Hajde çka do thot Allahu është i pasur. Allahu është krijuesi i gjithçkaje, çdo gjë që unë dhe ti e kemi, e posedojmë, e gëzojmë, është dhuratë prej Allahut. Mendja jonë, syri jonë, shikimi jonë, dëgjimi jonë. Sunullah. Shumë betë varfër jemi pasha Allah. Zemra jonë, sot do nesër nuk është. A disa jemi të nevojshëm në për Allahun? Sa nuk ta merr mendje. Zemrën tonë që e kemi. Allahu Azze ve Gjell zemrën tonë nuk në i kalon dorë tonë, nuk në i ka pas besën. A një llogari e thjeshtë e lehtë. Sikur Allahu të na kishlon dorën tonë ne me menaxhu dhe me fut në funksion zemrën tonë. A do ta kishmi pas mundësi? Jo, na po flasmi, po bisedojmë, po bisedojmë, do thot po japmi udhëzime dhe këshilla, do thot shumë rahat, shumë zemra pompon gjakun, të rahorat e kryen funksionin e vet për cilën Allahu Azze ve Gjelle e ka kriju dhe ne jemi shumë rahat. Pra, zemrën tonë, Allahu nuk na i ka pas besën me na i lon dorën tonë, për që të ne jemi të nevojshëm për Allahun varfër. E krahaso e mirë shembuj të tjera. Andaj, kur e lexojmë ajetin e Kur'anit, Allahu është i pasur, ne jemi nevojtar, ne duhet ta mbledhim vetveten, ta drejtojmë, ta orientojmë vetveten që ne ti kthehemi Allahut. Ta besojmë Allahun bindshëm, të respektojmë urdhnat e tij, të largohemi nga ndalesat e tij. Nëse ne jemi në krye detyrës për cilën Allahu Azze ve Gjell na ka obligu, na ka angazhu, na ka ngarku, jemi në rrugë të mbarë, për ndryshe sunullah. Nëse s'dojmë me ndi për këtë, nuk dojmë me ullodh për këtë, tu vjen rrezikshmëria vazhdimi i ajetit, nëse ju jeni in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum. Nëse ju ja ktheni shpinën Allahut, Allahu do t'ju zaventsoj me një popull tjetër. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se pse na zaventson Allahu? Allahu na zaventson, mundësia e zaventësimit tonë është kur ne nuk dëshirojmë me jetu sipas mësimeve të Allahut. Pra jemi gjunahshar. E Allahu na rujt. Allahu mos na boft pej të tillëve që na zaventson me të tjerë të cilët e adhurojnë Allahun. Se nëse vjen puna me na zaventsu, Allahu na rujt. Thuaj amin sunullah. Allahu na rujt, Allahu na rujt. Nëse vjen puna Allahu me zaventsu me një popull gjunahqar, vjen me njerëz jo gjunahqar, me njerëz të cilët e adhurojnë Allahun, me njerëz të cilët i binden Allahut, me njerëz besimtar të mirë,
e të drejtë. Për çeto, këtë muaj të Ramazanit, që Allahu e zbriti Kur'anin, muaj i Kur'anit, të meditojmë, bëjmë përsjatje në fjalët e Allahut azza wa jall. Lexoje një sure, kulu vallahin, inna atajnan, elhamdulillahin, ihdina sirata al-mustaqim, o Zot na uzo në rrugën e drejtë, ndalu çato mendo, përsërite, edhe nëse nuk e kupton. Zemra jote e kupton. Pse? Se ne jemi krijesa të Allahut. Kur'ani është fjalë e Allahut, fjala e Allahut pushon, rahaton e pushon zemrën e insanit. Andaj ne jemi të nevojshëm për Allahun, e Allahu azza wa jall na bof prej të tillëve të cilët ne vërtet e kuptojmë nevojshmërinë tonë për Allahun azza wa jall.